Qytetarët e konsiderojnë të papërfillshme uljen me 1 lek për kilowatt të çmimit të energjisë elektrike. Thonë se nuk e kanë ndjerë ndryshimin në faturat mujore, madje disa e konsiderojnë vendimin një tallje nga ana e qeverisë. Qa ullje kanë bërë këta mëjtë, s'kanë bërë si ullje. As nuk ndihet fare, vetëm këtë gënjeshtra thonë. Kam djeku mi fetet që sa jam i ndërgjeshëm që kam djek për atë që kam djek. Po qës pas ka bës briti as 700, as 800, edhe 500 kW, po i njëjta gjë është. Përfundimisht. Kjo unë së është ndjerë fare, 800 kW kam djegur unë, mi fjerë mu së është bës briti ishtë. Unë pagova me 9.5 lek. Por ka dhe nga ta që thonë se kanë ndjerë një ndryshim, por jo aq sa për të ndikuar në përballlimin e kostove mujore. Po, e kemi ndje. Ja, se kam llogarit një në fund, po ka njerë shumë, ka njerë pak se ka qenë e leftoht. Unë e kam ndjerë sa nuk di ku ti që kursimet. Këtë ratë pagova më pak, 37.500. Kam paguar dhe 20 dhe 50, dhe 50 mbi 50 e ca. Po një ullje që me zorë ndjetë. 1 lek, po me levërdirës. Vendimi për të ulur çmimin e energjisë hyri në fuqi më 1 shkurt të këtij viti dhe do të aplikohet deri në dhjetor 2025.